Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për Safari Sarajevo, një hetim i nisur nga autoritetet italiane, konkretisht të Milanos, për një ngjarje të ndodhur gati 3 dekada më parë, gjatë luftës në Bosnjë, pra në Sarajev, kur qyteti ishte i rrethuar nga forcat serbe. Sipas dëshmive apo dokumentave apo të tjerave që janë mbledhur nga kryetaria e Bashkisë së Sarajevës, e cila i ka depozituar bashkë me disa gazetarë në autoritetet italiane, dhe drejtësia italiane e Milanos ka hapur hetimet për rastin konkret, pra që të pasur, persona të pasur nga Italia dhe shtetet e tjera gjatë periudhës së luftës shkonin atje gjatë fundjavave dhe qellonin njerëz gra, fëmijë të moshuar nga kodrat ku ishte rrethuar qyteti, pra si sport, si hobi, ngjarje mjaft e rëndë, mjaft ronditëse fakt, dëshmi që kanë dalë ditët e fundit, por ne do të flasim konkretisht me një nga personat që ka qenë aty në atë periudhë, pra të luftës, zotin Omer Zuko, i cili ka qenë në mos gaboj për 4 vite. Zoti Zuko, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, mirë se ju gjejmë edhe mirë se vini. Faleminderit ju. Zoti Zuko, ju si kujtoni këto kohë dhe në momentin që i dëgjuat këto lajme që nisën hetimet për atë që ka ndodhur në atë periudhë, çfarë mendoni? Ishte herë e parë që dëgjoni që u përballet në momentin që pra doli lajmi, apo qysh atëherë ka pasur pra zëra të tillë që qarkullonin? Në momenti këto ditë që u shpërndo lajme se ka ndodhur këto, çka i thatë ju përsërit unë, dhe me thonë se njerëzit që po e transmetojnë këtë lajm që është apo nuk është i vërtet apo i vërtet, dhe me thonë është shumë i vonuar. Ne nuk kemi pas kurfar, dhe me thonë, lajme të sakta se kush çka apo kush po gjun, kush po i myt fëmijët, kush po i myt pleshte të rijet apo ata që kanë nevojë për në qytet me dalë dhe dikush i masakron apo i gjun. Nuk kemi pas lajme, dhe më thonë është më mirë vonë se kurrë. Po nuk keni pas lajme, por atëherë pra keni nuhatur këtë dyshimin apo jo? Jo, lufta kur është nisë në Sarajevo, ne kemi qenë pjesë prej ditëve të para të formimit të një ligje patriotike, ashtu e kanë quajtur, dhe me thonë faktikisht jemi mundu me bisedu me armatën e Jugosllavisë në atë kohë, mirë, po nuk kanë gjetë mirë kuptim, edhe vetmja mënyrë kom për të mbrojtur, jo për të nisë luftën, po për me mbrojt popullatën edhe fëmijët tonë që i kemi pas aty. Edhe për një moment, dhe më kur është nisë lufta, apo kur ka qenë fillimi i luftës, ka ndodhur një vrasje që kam qenë bashkë prezent aty në atë moment kur u vra studentja nga Dubrovniku i Kroacisë, apo Dalmacijës, Soada Dilberović, në një urë të parlamenti i Bosnjë e Hercegovinës dhe është vrarë pikërisht nga një snajper. Ju keni qenë aty, po më thoni? Absolut, e vërtet, dhe më thonë që kemi qenë aty bashkë në atë moment aty, kemi munu për me mojtë terrenin pak që mos të mlidhen popullata, po të largohen se ishtë fillimi. Po thoni keni qenë afër, keni parë? Në 7 metra. Për mi urë, sot është aja përmendorja saj, ka lula aty në atë moment, aty shkojnë kush të vjen, se isha para një auditën Sarajevo, ka shumë turista që vinë nga e mbota, është qaqe stërmbushur që edhe vene për të fjetë nuk ka njerëzit. E kështu që kemi qenë aty prezente edhe ajo godit pikërisht nga ona e lartë e qytetit Sarajevës me snajper. Zoti Zuko, sa kohë keni qenë i rrethuar pra në brenda Sarajevës gjatë kësaj kohe? 1447 ditë. 1447 ditë, dhe me thonë në Sarajevo nuk o konë e mundshme dikush me hy apo me dalë. I vetmi komunikim ka qenë në aeroport, e kanë kriju një farë tunel, ofër 900 metra, dhe përmes atij tuneli në aeroport, se aeroporti ka qenë i kontrolluar nga forcat serbe, në atë kohë edhe në aeroport që kanë dalur, dhe me thonë për të
komuniku për me dalë në zona, 900 metra na kanë dalë neve me territorin e lirë edhe me Sarajevën për shembull. Nëse e marrni shembull shumë të lehtë, domethënë në Sarajevo ka qenë 1 mark e gjys, apo 1 mark që i bje 70 euro për 0,70 euro, domethënë asnjë euro. Ka qenë 1 litër naft apo benzin, ka hona e tyne, kurse në Sarajevo ka qenë 40, 50 e 60 marka, domethënë tej 30 euro 1 litër. Qash ka qenë dallimi 800 metra, domethënë që kanë komunikuar. Po, nga rrethimi, çfarë kujtoni tjetër tek këto historit, fokusohemi pra tek pjesa e sikur e kanë cilësuar dhe media dhe autoritetet tek safari, tek kjo gjuetia e ndaj njerëzve, çfarë kujtoni atë për ju, raste vrasjesh me anë të snajperave nga kodrat? Po, kemi pasur me rrethimin dhe me fillimin e luftës. Ushtria Jugoslave asaj kohe është rjekur nga qyteti Sarajevës me marrëveshje që na mos i dëmtojmë ata të rjek edhe janë të rjek në kodrat e larta të qytetit Sarajevës. Sarajevo është në një lugin cila është rrethuar me male edhe me domethënë kodra të larta, edhe ata janë të rjek në pozicione këtë ndryshme edhe domethënë janë pozicionuar. Dikush ka gjuajtur me snajper, kena pas raste një vend i quajtur Vraca në Sarajevo që me 27 lloje të armatimit ata kanë gjuajtur në qytetin e Sarajevës 24 orë 07. Domthon 24 shtat pa nalur kurr. Llogaritet që kanë ofër me miliona, tash nuk e di sa mund me llogarit 105 mm, domthon në qytetin e Sarajevës janë gjuh miliona granata, apo si i thonë gjuhën shqipe mina hels apo në të drejtimin, vetëm domthon janë shpros pa numër. Në qytetin e Sarajevës nuk ka pas asnjë shtëpi, asnjë ndërtesë, asnjë pallat, nuk ka pasur xhama, këtë me pikon pa, nuk ka pasur rrym, nuk ka pasur ujë, nuk ka pasur domethënë gjitha burimet e përtjetuar. Absolut, e vërtet është, domethënë që janë hub të gjitha, domethënë nuk ka pas kush. Njerëzit kanë prit në grupet mëdha, në rend gjata për me morë një 5 litër ujë, edhe në ato momente e kanë hull granatën në mesin e tyne dhe i kanë myt, apo kanë gjuajtur me snajper me këqyrë se kënë po e rrokin dhe kush mëse mirë, por nuk kemi pas dieni se është do kush i huaj. As koha më pas, jo vetëm ato momentet të turbullta, trazirave, lufta, e më the thash që normalisht, por as më pas nuk ka pas, pra nuk keni dëgjuar gjatë komunikimeve me bashkëluftëtarët tuaj atje apo ne kemi pas disa komunikime nga një herë me disa nga ana e kundërshtarit, kështu që jemi kanë të informuar po për disa ushtar jo, po njerëz britanez që kanë provu, diçka me provu, për italian as që na ka shku menja, domethënë nuk u konë diçka aktuale, hera por që ndëgjojmë tani, se nuk kemi pas në kohë për të marrë se kush po gjurë, çka po gjurë. Na kemi konsideru që është një armik që i cili nuk e zgjedh mënyrën se si me luftu, apo a janë pleq, a janë gra, a janë thminja, apo asi, ata nuk e kanë zgjedh mënyrën kur fare, nuk kanë puna e tyne ka qenë sa ma shumë me my. Në media e shkollur edhe për shuma gati deri 100.000 euro, por edhe për fëmijë që kishin në shënjestër. Kemi dëgju këto ditë, domethënë kanë qenë shumë, se ata neve na ndoni lëm me zonën e anës serbe edhe të Jugosllavisë, në lëm i cili e ka emrin Milacka, në urën që na kanë dhënë neve, ja kanë vënu emrin Draža Mihajlović, ka qenë vllaznim bashkim Ura, dhe ata janë vendosur në pallatet e gjata.
për rreth snajperistat, edhe ata e kanë po, dhe me thonë, qështu njerëzit ka kanë kalu, Po o kone pa moshme. në pëm dorës, për ta thënë me... Aty ka qenë se snajperi nuk mund me konë peslarti për shembull me 2000 metra në 1500 për rasit. Dhe mon aty janë afru ata shumë se zona ka qenë e ndamjes me 100-200 metra. Ata kanë qenë në onën tjetër të lumit, ne kemi qenë këtë onën tjetër. Edhe ata janë vendos në pallatet më të larta të Sarajevës në katin 22-23 apo në Matoj të dikun, për me pas pozicionin shumë më të mirë, edhe që dorë zotin e herë që mujna me komuniku, do të shkojmë në vendin e ngjarjes aty, edhe i shiqojmë se pikunit ka gjuhë dhe është shumë interesant, se populata nuk u nol të qarkullu në kom, s'ka pas automjete, apo me bicikla se kanë pas nevoja për me ndru një gjemper me dikanë, se o konë sikur në ato kohën aty, unë të jap pantollat ti më jap gjemperin, apo diçka dhe mund nuk ka pas kur gjatë. Ku absolut as për ushqim s'ka pas ball. Po ç'është kjo një video që po qarkullon këto ditë Vučićit me armë në dorë? E keni parë atë video? Ato e kemi pa video, na jemi konë rrjedha se ai në atë kohë Vučić ka deklaruar si një ushtar ka qenë, domthonë vullnetar i ushtrisë ish Jugoslave. Në atë kohë, domthonë u lajmëru si vullnetar, mirë po nuk kemi djeni se ka qenë në frontet dikun afër Sarajevës apo rasi. Ai ka deklaruar se nëse vritet një Serb, ne do t'i vrasim 100 musliman për hakmarrje domthonë. Një për 100. Apo aja ka qenë. Ideja e tina e sot e shumë kohë domethënë që ka qenë ai një pjesëtar apo rezervist në atë kohë, po tash shumica e njerëzve thonë se kanë orë shumë që kanë pagu me parë. Nuk mund me konfirmu atë se domethënë kërkush nuk ndarësëm ku të shkojsh, o pak problem edhe me shku me parë e me shku me luftu me një vend që nuk e nje terrenin apo nuk e nje luftën. Kanë folur edhe një për sqarim ish trajneri i reprezentacionit të Serbisë, Dragan Stojković, gjoja se edhe ai ka ardhur dhe pas ka marrë pjesë në luftën e Sarajevës, sidomos se përmi Sarajevë, domethënë ka pas kur unionorët këta të hujt unë proforin konë atë kohë, e kanë vëzhgu tereni, ka thonë, a është e mundshme që kjo popullat me mbet gjallë, qatë shumë që ka pas armatim në rreth monet e Sarajevës. Po, tjetër, çfarë kujtoni ndonjë histori që ju ka mbetur në mendje, në dëshmi e fortë gjatë asaj periudhe që lidhet me këto vrasje? Me kujtohet shumë mira e masakra e Sarajevës që u bon pjacën apo tregun e Gjelbërt në qytetin e vjetër të Sarajevës. Kam qenë rastisht isha me një shok, ishte kryetar i shoqatës apo klubit Bajramcuri në Sarajevë, edhe shkuam për aty, thamon më përcjell, po me shku me ble cigare. Cigare Marlboro ka pas aty dhe me shku, taman e kemi kry atë proces, i ka marrë edhe pas 5 minuta, nuk kemi mrina dikon të pjesa qytetit vjetër, kur jenë ra granata, se zakonisht ata i kanë gjuhë 1, 2 edhe 3. I kanë gjuhë ka 3 granata për here me integral 1 minut, 2, ma shumë të 3 minuta. A që të do bime para ju ishit, e dini që do kite dhe 2 tjera pas? Po, domethënë faktikisht kur ka ra granata aty në atë popullatën aty, 57 janë të masakruar, ato i kemi po me copat të mbledh, ka ndodhur shumë rast për shembull që njerëzit s'kan ditë mos se shka bojnë, pa kryje, pa kamë. Unë kur kam qenë unë në spital vet, ka ardhur njeri me kamën e kishmon në dorë, që ja ka kput granata, edhe më thet mua, thash ku pe qënë këto, tha e janë ja. Thash mirë, okej, s'ka problem. Çka do të bësh me këto, tha koma jema. Edhe po tham shumë raste, kemi pas edhe një rast tjetër e kom pas unë, një shok ka qenë me unë në pozicion lartë atje ku jam plagu edhe unë,
i tha Matina Bajrë ka pas emrin, ku do shkosh? Tha do t'i marrë do dron, me morë dron, me qitë në pazar, me shite, me ble cigarë. Edhe ai mi kom thonë mos se na ndëgjojnë, kanë qenë qaqafër, në 30 metra ndërtes me ndërtes, nëse kemi ditë me lëkojnë të rëtu. Gjunga ka qenë e njëjtë, nuk u konë e letë, nuk u konë e lezeshme, edhe ai ka dalë. Por në atë moment, shumë interesant se s'kan pa shtëpia dyrë, i kanë morë, i kanë djekë ketë. Për me djekë, për me mo një kashore bukë, me mo dishka, edhe kur u dolaj me morë ato, ai kam shu për gjysh të kakput. Edhe unë e kom gojt me kapë, me dorën, kështu i ka himana ketë, edhe më ka thonë apështoj, thash nuk e di, nuk muj me thonë apështoj, nuk pështon, dhe më thonë e ka këput. Aje ka qenë moment shumë i keq, dhe më unë, kur e përjetoj njeri një vrasje, asë të keqe, edhe nuk mundësh mu një mu. Aje ma e keqe e onë që nuk mundësh me një mu. Unë e vetë kam qenë i plagosur me 28 maj 92. Po ju si u plagosur? Ishim, ne jemi plagosur në një pjesë të stadionit ku është stadioni i Gërbavica, i Zhelezniqarit në atë kohë ka qenë ekipe e futbollit edhe sot e kohë, edhe jemi shku me një shok timin ka qenë i Farmensuri, jemi dollë edhe disa i kena posi, me thonë, bashkë luftar, po ne jemi shku ma heret pak, ma nalt për me vëzhgu situatën, ai Mensuri ka qenë, edhe ai ka qenë snajperist. E tashti na e kemi po shkollën e policijës e cila ka qenë nërnej, na i na kom pak në një pozicion ma nalt. Edhe kemi po se i kanë bloku 346 thmi, jënë konë ka 16 vjetë, 17 që jënë konë në shkollën e policijës të mësu në shkolla aty, fillimi ka qenë. Edhe për aty, dhe më thonë, na jemi shku për me këshyrë, me vëzhgu me ato këtë, neve muë mas pari e ka rok ato e ka rok në zemër, qatë djallin, Mensurin, edhe unë të shku me morë ato mërë, edhe muë më ka kapë njëtën vend biq ma poshtë në stomak. Kështu që muë më ka dasht 6 orë, dreri sa të tërhiqen, jam konë pa asë një pik gjak, dhe me thonë në konë plëtsisht i plëksht, kanë orë disa, bile me thonë të është një djallër shiri, u konë ka morë vesh shpete dhe ka orë edhe më ka një mund 4 jek me një qebe zhag të e ngre, për më qu dhe me thonë të spitali. Ta është 6 orë ka zgot 1 kilometër e gjys të e në spital, se ka qenë edhe në dekasarnë, nuk mund ke kush me dëpërtu. Ka qenë të merë shumë, shpesh herë për men edhe Suleiman Klokoqi, dhe me thonë në kona për shumë lufta e Bosnës, sidomos e Sarajevës edhe Kosovës ka dalim të hatashëm. Në Sarajeve e konë obligator, pa tjetër o konë dhe me onë i mobilizum, i konë gjdo kush o konë i mobilizum, e lufta e Kosovës ka qenë luftë vullnetare. Kush ka dasht, dhe me thonë ka marrë pjesë edhe u këthyn shpe, e këtu o konë obligatore. Dhe me thonë logaritën 670.000 veteran të luftës që i konë në luftën e Bosnës. Si dolet me pas? Si u këthyet në Kosovë? Në Kosovë nuk jam këthy nuk jam këthy, se jam i lindër dhe i rindur në Sarajev. Baba jem ka migru në vitë 57 në Sarajev, kështu që unë jam i lindër, i shkollum në Sarajev, dhe pastaj këto gjona qyshen ase mësi ka përfundu lufta, në 3 vjetë mas përfundimit të luftës, e kom po që unë në qytetin e lindjes jam si refugjat. Edhe e kom njek një rrugë që me hjek thmin për atyjit, mës me konë mo viktima, se djali sot e ma men shumë mirë, edhe vajza, dhe më thonë... I kam përjetuar? Rrugë, po, e kam përjetuar në shpirë, dhe më thonë, edhe e kam marrë rrugën e mërgimit, që e marrë në Suedi, që s'kam njoftë asken, jam lajmëru, dhe më thonë, vitin 98, në fund 98-ës. Kështu që, dhe më thonë, jemi konë ma shkurt refugjat në qytetin e Sarajevës, se s'ka pas bashkëpunëgjajës. Ketë në zero, dhe më. Si mendoni që do mbyllet kjo histori që është hap tani? Po, tashti sa për sqarim të këtyre, dhe më thonë këto
zgjasin shumë, sikur këto gjykatat që janë speciale, gjykatat ndërkombëtare që janë, domethënë, secili që ka shku për të dhënë deklaratën u shpall thotë unë jam i pafajshëm. Domethënë pse janë myt 100.000 njerëz pafajshëm. Domethënë ai thotë unë nuk kam faj. Domethënë sikur se masakra e Srebrenicës që ka ndodhur, neve si ushtri të Bosnjë e Hercegovinës nuk na kalon mu afru u konë 10 kilometra ka qenë aja farë rampa, që shqithoni në gjuhën Shqipe, nuk e di, një blok aty që shkuj ke stop US Army, dhe nuk mund është me shku ma nej. Sikur të ishte ushtria e kyqën në Srebrenicë, nuk do të ndodhë ke masakra që ka ndodhë sot. Se 93-ën në Srebrenicë ja kanë mbledh krejt armatimin bosnjakëve, musliman që në konë, edhe i kanë kollë, midis qytetit i kanë kollë, edhe i kanë thonë, ju jeni nër patronatën e Kombeve të Bashkuara, ne ju ruajm deri në momentin kur t'ju vjen Ratko Mladić, që shefi i ushtrisë serbe, edhe i mashtron, edhe aja masakër ka ndodhur për 47 minuta. 47 minuta e myt 11.000 njerëz janë likvidu, domethënë edhe jo konë ketë e planifikume në këtë aspekt. Kështu që kemi pas një tmerr të hatashëm, po se si do të përfundon kjo që ka ndodhur më e reja e këtyne snajperitëve italian apo britanez apo holandez, belgian të mbar botës që ka pas aty, se shtabi kryesor i Kombeve të Bashkuara të këtyne ushtarëve që i thojnë këtu i thojnë UN, të United Nations, që janë këta Kombeve të Bashkuara, janë konë 9.000 ushtarak, janë konë edhe ushtarë, me shefin e tyne Satish Nambiar nga India, o konë shtabi kryesor. Edhe këtu tashti është shtrohet pyetja pse nuk intervenoi NATO. NATO-ja ka tentu edhe ka intervenu. 3 ditë ka zgjat intervenimi i tyne dhe kanë parë se nuk është e mundshme, konfiguracioni nuk e lejon këtë bombardim, edhe ata kanë shfrytzu ushtarët e Kombeve të Bashkuara për t'i lidhë në për shtylla të rrymës, në për ura, i kanë lidhë dhe ka thonë, ju muni me bombardu, po na ja mysmi ushtarët e ju i kapi për dorë. E se si do të përfundon kjo që u nis sot, shefja e Sarajevës bashkiake, kryetarja, e ka nis këtë iniciativë, aja ka qenë e re në atë kohë kur u konë, po tani e tutje se kush do t'jenë ata, qysh do t'jetë aja shumë vonë, po sidomos do t'i bje një hije keqe ndërkombëtarëve, se ndërkombëtarët e kanë pas dijenien e Srebrenicës. Srebrenica është tragedia më e madhe historike mas luftës së dytë botërore që ka ndodhur. Bill Clinton sa herë të vjen në përvjetorin 11 shtator që vjen sa herë të vinë në Srebrenicë, dhe me thonë ai kanë edhe ato gratë e vesin, ai thëtë që i faj ka qenë i jemi, ai e pranën që se këna ndonë, a kanë mujtë me ndonë. Këtu janë është gjona dhemshme ka se kanë posteri pastaj, kanë formu logoret që kanë qenë jashtë Sarajevës një, dhe me thonë, thujan qytetin e Sarajevës të aeroporti, jo konë logori kula, që i kanë shti vojzat veç, gratë veç, burrat veç, i kanë detyru baba me dhënu qikën, djali me dhënu nonën, dhe me thonë, ata kanë qenë prezent. Dhe me thonë, ka pas logori, 11 logori në konë në përket Bosnjë e Hercegovinë. Dhe me thonë, ka bon qmës, edhe bashkësia ndërkombëtare dhe mon 3 vjetë e gjysmë ka këqyr, edhe absolut nuk u morë me këto sende. A ka pas shqiptarë të tjerë që kanë qenë pjesë? Po. O ka qenë Halil Bicaj, ka qenë edhe ministër i mbrojtjes në kohën kur lufta u nis në Kosovë në Tiranë, ka po të mon kur u vra edhe ministri i mbrojtës Ahmet Krasniqi, ka qenë Halil Bici, ka qenë Bislim Gjirapi, sot gjallë është, ka qenë Nezmedin Kastrati,
ka qenë Gjafer Kaboshi, Ramiz Bejiqi, ka pas plot oficirë të lartë që kanë luftu prej ditës të parë tek të mbromën. Po shka ma karakteristike, kemi pas edhe oficira, edhe ushtarë sërb, që janë konë prej ditës të parë tek të mbromën, janë konë me në ushtërinë e Bosnjës së Hercegovinës. Edhe një shka ma karakteristike, një këngëtar i njoft në është i Bosnjës, ka qenë sërb, Tifa, e ka pasën Vojislav Vojqić Tifa, dhe me thonë, ai ka qenë pjesëtar i luftës në anën tonë, ka qenë në brigadën teme, edhe shpesh herë theke deri kur këta dushman do të nalën me bombardime. A babën edhe nonën edhe vllahun e ka pas në 1000 metra pej vetës, e dhe me thonë, ata kanë gjuhë, po ata se kanë zgjedh mjetët se ku po gjujnë, shka po gjujnë, ka për mysin, a ka për bon. Dhe me thonë, nuk ka pas kështu, me thonë, i thonje, nuk ka pas mirë kuptim. Se lufta nuk zgjedh mjetët. Në problemin e këna pas me ushqim, e këna pas me nxemje, kërkush asni banes ka met pa mobile, pa parket, pa asgjon, pa dyri, kanë gjekë 2 se 3 vjetë gjysë me shka të mund nëzedi qysh. Po fati maj mirë, që unë e ka njerë, thama 5 në shta gaboj, që Rusia nuk e ka leju Serbien me enal gasin e tyne që u konë kontrat me Sarajevën. Edhe aja neve në ka pështu dhe më unë për një nëzhe durët, se qështu ka nërë, tu nëzhe, dhe me thonë të eri në shliru, o konë problem. Me thonë, aja ju konë një të merë, që pak kush që e ka përjetu deri në luftat e sot që janë unë kur isha ato në Gaza shka ndodha aty dhe më unë jes pa tekst, se e di që e kom përjetu vetë njëtin gjahë. Zoti Zugo, unë të falenderoj shumë për bisedën, për rrëfimet që ju bët për këtë ngjarje, një tmerr që duhet të rikujtohet që të mos përsëritet. Pa tjetër, unë e kisha posër qef, dhe ma unë që numrin tani të juvin e kam naj herë, që është mundësia për ta vizitu Sarajevën, e kemi atje edhe Muharrem Zenullahun, i cili ka qenë ambasador i Bosnjë e Hercegovinës në Shqipëri, 4 vitet plota gjatë kohës së luftës, mëna luftës unit, tani luftës Kosovës, edhe ka njerëz shumë që kanë dhënë kontributet hatashme, ka pas shqiptar vetëm në qytetin e Sarajevës, edhe një statistik, janë të vrarë 177 shqiptar. 177 shqiptar? 177 shqiptar i kemi dosjet edhe emnet e tyre që ekzistojnë sot dhe qëndrojnë në të shënuar në klubin Bajram Corit. 177 kanë pas ofër 2000, dhe me thonë tonë Bosnjë Hercegovini përmi 2000 njerëz që kanë luftu për ushtërinë bosnjake. Po edhe ata kanë qenë falenderus. Kur u nis lufta në Kosovë, jënor të njëjtit, thet ne jemi të gatshëm për me shku mbrojt vllazërit kosovar se ata neve na kanë ndihmuar. Aty kanë qenë prezent, kur jënor më lajmëru, edhe ju kemi thonë se jo, nuk është koha, nuk na vyn luftar të ri, nuk po dojnë na me bo luftën sikur që u bon këtu. Se po t'i shpallke Ibrahim Rugova luftën Serbisë, në atë kohë ishë Jugosllavisë. E njëjta gjë kishte dosin në Bosnjë. Ke shtetet e ndërkombëtare këtu që janë Evropa dhe Amerika, kishte thonë, provoni ju ta këshirni tek kur po shkoni. Po këtu keni pabarazi. Në Kosovë një pjesë e vogël e ushtarëve të UÇK-s që u lënë vullnetar, të mirët këshit që ata e prunë lirinë e prunë edhe pavarësinë. Me thonë, aja ka ndodhë se po t'i shpallke luftë masive, atëherë s'ka pas pështim. Edhe i falenderojnë gjithë edhe Shqipërisë, që i kam shëllë sytë, se edhe Shqipëria se ka pas letë, me pas formacione ushtarake paralele me një shtetë, të me thonë, të huj, me hipe nga Shqipëria për mira Serbisë, në tonë, a nuk u konë letë për qeverinë shqiptarët në të kohë dhe për shqiptarët. Po gjithsesi shkon një falenderim i madh për ata që e kanë dhënë kontributin, edhe për ju media që jeni më të mirë dhe më unë që zbuloni çdo gjë që është e mundshme, edhe ju uroj sukses e gjitha të mirët. Faleminderit për këtë intervistë. Jemi të gatshëm për çdo herë, në çdo sen apo në të ardhmen
edhe me konë në vendin e ngjarjes, me shku me vizitu ato vende, jam i pa Unë të pa falem problem. për bisedën.